Unë kam menduar shumë për kontributin që diaspora shqiptare je për Shqipëri. Edhe që shkon për tej shifrave. Sigurisht ka shifra që thonë mbi 1 miliard euro çdo vit diaspora sjell në Shqipëri. Unë kam përshtypjen që kontributi i diasporës shqiptare, duke nisë nga Italia, është shumë herë më i madh. Diaspora ka qenë për 34-35 vite shteti social që na ka munguar. Në mungesë shteti social në Shqipëri, në mungesë të spitaleve publike, në mungesë të një skeme pensionale dinjitoze, diaspora, puna dhe mundimi i pafundëm i grave dhe burrave shqiptarë në diasporë ka mundësuar që Shqipëria mos kolapsojë ekonomikisht dhe nga pikpamja sociale. Në Shqipëri ka 520.000 pensionistë që marrin një pension mujor më pak se 200 euro në muaj. 520.000 pensionistë, po e theksoj, më pak se 200 euro në muaj. Nga 90 deri në 200 euro në muaj janë 520.000 pensionistë. Me 200 euro në muaj në Shqipëri mund të hash buk, kos, edhe njërë një javë djath. Dakor? 520.000 veta janë gjallë sot në Shqipëri, faljush. Fal njerëzve të punës e të sakrificave, të sipërmarrjeve, kudo në për Evropë edhe në për botë. Unë kam menduar gjithmonë se të rinjt ikin nga Shqipëria për veten e tyre, për të pasi të ardhme më të mirë, dhe për fëmijët e tyre, që fëmijët e tyre të kenë një ardhme më të mirë. Mirë, vitet e fundit kam arritur në përfundimin se shqiptarët po ikin nga Shqipëria dhe për hatër të prindërve të tyre. Se nuk rrohet me 100 euro në muaj, se nuk rrohet me 150 euro apo me 200 euro në muaj. E shqiptarët e diasporës si rrallë kush në përbotë. Mbajnë disa familje, mbajnë vetet e tyre me punë, mbajnë fëmijët e tyre, mbajnë dhe prindrit e tyre. Dhe si emigrantë që janë, dhe unë e di që shqiptarët italianë janë integruar shumë dekadët e fundit, por përsëri besoj nga pikpamja mesatare, emigranti jeton mesatarisht, mundohet më shumë se vendasi, paguhet në shumë raste më pak se vendasi. E nëse vendasi do të mbaj në rastin më të mirë vetëm fëmijët e vet, emigranti i paguar më pak, e që punon më shumë, do të mbaj fëmijët e vet, do të mbaj prindrit e vet, do të jetë edhe urgjitse me familje dhe me komunitetin e vet nga do që është. Shqipëria ka shumë mundësi, mirë po unë duhet merrem me 3 faktorët kryesorë të një zhvillimi të mundshëm ekonomik, që janë nën toka, toka dhe njeriu. Nën toka e Shqipërisë është e pasur, na kanë mësuar që në fillore, unë mbaj mend që në shkollë fillore, na thonë që Shqipëria është e pasur me naftë, me krom, me bakër e me shumë të mira tjera. Nën toka jonë është e pasur, edhe sot që flasim, edhe pasi e kanë grabitur, prapë se prapë është e pasur. Mirë, nën toka nuk na takon ne. Nafta shqiptare nuk i takon de facto popullit shqiptar. Nafta shqiptare nxirret nga një kompani e huaj, e cila për vite të tëra nuk i ka paguar asnjë lek taks shtetit shqiptar, sepse deklarohet me humbje. Merr naftën nga Shqipëria, sigurisht fiton, se një kompani që 10 vite del me humbje do kishikur, fiton, por nuk paguan taksa për shtetin shqiptar. Shqipëria deri para 4-5 vitesh ka pas një rafineri të përpunimit naftës, që se ka më. E nafta shqiptare, pasuria jonë e përbashkët, që e marrin tjerët, eksportohet e pa përpunuar dhe vjen mbrapsht në Shqipëri me një çmim mjaft lart. E ajo që ndodh me naftën, ndodh me kromin e ndodh me të gjitha mineralet e tjera. Pasuria e dytë është toka. Toka në të gjitha kuptimet e saj. Toka bujqësore në radhë të parë. Por edhe toka si potencial i zhvillimit turizmit dhe gjithçka e tjetër. Edhe tokën na e kanë marrë ose e kanë lënë bjerë për të mos prodhuar gjë. Po e nisim nga bujqësia. Një pjesë e konzervueshme e tokës së Shqipërisë thjesht nuk punohet.
ose punohet aq pak sa për të prodhuar pak ushqim për familje që punon. Pse? Sepse është shkatruar krejt rjeti i mbështetjes së bujqësisë. Sepse subvencionet në Shqipëri janë të pakta, disa herë më të pakta se në vendet e rajonit për bujk apo për fermer, dhe ato pak subvencione që jepen, pjesa më e madhe e tyre vjedhen. Madje edhe fondet e Bashkimit Evropian për mbështetjen e bujqësisë shqiptare vjedhen. I merr Ministria e Bujqësisë, u a jep kryetarëve të bashkive, e kryetarët e bashkive ndërtojnë vilat e tyre në fshat, edhe thonë po investojmë në agroturizëm. Po jo vetëm toka bujqësore, po edhe toka si potencial turistik, edhe toka në kuptimin e lumeve dhe gjithçka tjetër. E vini re se si po tjetërsohet, po vjedhen. Arsiti përmendi pak më herët këtu. Çdo ditë del lajme në Shqipëri një protestë e banorëve të fshatave ndryshme nga veriu në jug të Shqipërisë, të cilët po përballen me vjedhjen e burimeve të përbashkëta, ujit rrethpar, ose me grabitjen e tokave. Kemi një ligj famkeq aty në Shqipëri, që quhet Ligji Investitorëve Strategjik, në emër të cilit qeveria shpronson fshatarët e vegjël, u merr tokën për t'u dhënë oligarkëve në mënyrë që ata të ndërtojnë resorte ku pastrohet një pjesë e parave të pista dhe të bëhen nga milioner në euro miliarder në euro. Bujqësia degradon, të përbashkëta degradojnë, dhe çfarë marrim në këmbim? Marrim atë që u diskutua pak më herët këtu. Kemi edhe pasiguri të thellë ushqimore. Ka dalë një rast para pak ditësh në Shqipëri, një ushqim me salmonellë, të jetë i rrezikshëm. Askush nuk ka dhënë llogari. Duhet jepte dorëheqjen të paktën Ministria e Sektorit. Duhet mbante përgjegjësi krejt qeveria shqiptare. Nuk e vënë ujë në zjarr, sepse mendojnë veten të përjetshëm. E mendojnë veten mbretër absolut apo sultan, që nuk janë produkt i vullnetit popullit, por thjesht uzurpator, se pushteti i tyre shqipërijetshëm. Ju thash do flas për 3 faktorë ekonomik, nëm toka dhe në fund fare njeriu. Ne dëgjojmë shpesh që jemi vend shumë i pasur apo jo. Me tokë me nëm tokë. Po ajo që kam përshtypjen një pjesë të kohës nuk jemi të vetëdijshëm, është që pasuria jonë më e madhe nuk është nafta, nuk janë minerale, nuk është deti, nuk janë lumen, por është njeriu. Njeriu është potenciali dhe pasuria jonë më e madhe dhe kam fjalën në radh parë ekonomikisht, por edhe në gjitha kuptimet e tjera. Njeriu në Shqipëri në 30 ca vitet e fundit është konsideruar i tepërt. Prandaj është dëbuar nga Shqipëria. Ekonomikisht, vit mbas viti, njeriu si forcë punëtore, njeriu si forcë intelektuale, njeriu si forcë kreative, është konsideruar i tepërt. I është thënë këtu s'ke punë. I është thënë këtu nuk ke tallme. Këtu nuk ke hapësirë. Shko jashtë Shqipërisë. Madje edhe aty jashtë Shqipërisë, një pjesë të madhe të kohës, njeriu shqiptar, punëtori shqiptar, krijuesi shqiptar, është përballur me racizmin. Derisa pastaj dhe vendasit e kanë kuptuar që nuk kanë marrë një problem, po kanë marrë një kapital jashtëzakonisht çmuar. Fuqinë njerëzore, fuqinë prodhuese dhe krijuese njerëzore. Shqiptarët kudo që jetojnë në Perëndim prodhojnë për ekonomitë e vendeve ku punojnë, prodhojnë edhe për familjet e tyre që janë pas. Prandaj është shumë e rëndësishme ta vlerësojmë ekonomikisht, politikisht, madje edhe simbolikisht kontributin e madh të shqiptarëve të shtrojnë çështjen, krye çështjen sot politike në Shqipëri. Si ta bëjmë të mundur që shqiptarët mos ikin më nga Shqipëria, madje një pjesë e atyre që jetojnë jashtë Shqipërisë ta marrin seriozisht mundësinë për të kthyer në Shqipëri. Tani jemi të vetëdijshëm që nuk kanë për të kthyer gjithë shqiptarët në Shqipëri. Ndonse zemra na e do. Se s'ka ndodhur në asnjë vend tjetër. Dhe nga ana tjetër, unë nuk dua të shes patriotizëm fals, siç e bëjnë shpeshherë ata që merren me politikë, dhe ju thonë, hajdeni vetëm për hir të dhëut. Sigurisht ka njerëz që vinë vetëm për hir të dhëut. Por nuk mund të vinë masa të gjera njerëzish ku Shqipëria është e pajetueshme,
ku Shqipëria është e pa drejt, kuptimin e një shtetit pa drejt, e një elite politike të korruptuar, që vetëm vjedh, vetëm merr, vetëm rrëmben, vetëm përvetëson. Ne, Lëvizja Bashk, kemi për synim ta bëjmë vendin tonë të jetueshëm, ta bëjmë Shqipërinë tonë të jetueshme. Kemi një program social-ekonomik të ndarë në 4 shtylla: shtet zhvillimor, shtet social, shteti së drejtës, demokraci pjesëmarrëse. Dhe mendojmë që përmes ideve të këtij programi mund ta bëjmë Shqipërinë të jetueshme, mund të zhvillojmë bujqësinë, industrinë përpunuese, turizmin, shkollën, të përmirësojmë shërbimet publike, spitalet, e shumë çka tjetër. Mirë, por nuk ka program që qëndron, nuk ka ide sa do e madhe qoftë ajo, që mund zbatohet, qoftë se nuk plotësohet kusht. I thjesht për ata që kanë qëllimin e mirë, i pamundur për ata që kanë qeverisur deri më sot. Dhe ky kusht është ndershmëria. Mos vidh ka qenë një nga urdhëresat në çdo besim fetar, një nga urdhëresat kryesore të çdo besimi fetar. Mos vidh se duke vjedhur, je duke marrë atë që nuk takon. Je duke marrë frytin e punës, përpjekjeve, të sakrificave të tjerëve. Dhe në qoftë se ajo që ti vjedh bart një farë kuptimi, fuqin krijuese, intelektin e atyre që e kanë prodhuar, ti duke marrë atë që nuk takon, praktikisht je duke marrë një pjesë shpirtit, një pjesë trupit, të gjithkujt që ka kontribuar. Prandaj nuk mund të ketë politikë përparimtare, nuk mund të ketë politikë zhvillimore, nuk mund të ketë politikë as të madhe dhe as të vogël, në qoftë se nuk bazohet një parim thelbësor. Luftë kundër korrupsionit, luftë kundër kapjes shtetit, politikë fund e krye ndershme, se edhe ndershmërisht mund gabosh. Po çdo gabim i ndershëm, sado i madh qoftë, është i korrigjueshëm. E pa ndershmërisht mund qellosh ndonjëherë si një orë ngelur, që dy momente në ditë e tregon orën e saktë. Por prapë se prapë, krimi i korrupsionit ka për të shpërbërë gjithçka. Ju falenderoj nga zemra që keni ardhur këtu, disa për jush nga shumë larg. Edhe falenderojmë që nga prite. Është vërtet kënaqësi që të kemi mundësinë të bisedojmë së bashku, dhe më lejoni t'ju shpreh jo vetëm mirënjohjen të gjithëve ju, po edhe krenarin që Lëvizja Bashk do t'y zgjedhë edhe 11 maj, jo vetëm me mbështetje ekonomike, sociale, politike të diasporës shqiptare, po edhe me kandidat për deputet që janë dora në zemër më e mira e të mirës. Kandidate dhe kandidat që kanë potencialin politik për të qenë promotor të një ndryshimi historik në Shqipëri. Ju falenderoj.